Mirdita shikues nderuar. Dashamirës të emisioneve të mia, letrare, politike, filozofike, publicistike, edhe e tjera. Emisioni sotëm për realizoj në studion televizive Ford Focus KZZ 2419. Mos u zhuditni me veshjen time, veshje normale është tash me këtë të nxehtë që fillon që erë të mëngjes, merreni me mend pak më vonë se sa nxehtë do jetë. Megjithatë, jo pa qëllim këtë radhë, jam veshur përsëri me kanatiere. Ju kujtohet besoj videoja e mëparshme ku dështova për të realizuar një intervistë me zotin Rama, për arsye se ai refuzoi që unë, intervistuesi, të paraqitesha dhe të intervistoja me këtë veshje, që quhej skandaloze. Nese, më pasi kishte dëgjuar emisionin tim, ishte bërë pishman dhe më dërgovi një mesazh në Messenger. Më fal mondo, tha, paragjykova, tha, po unë kam një tiposje me një thënie që më ka mbetur në mendje, tha, dhe që sipas asaj thënie unë veproj në jetë. Mos bëni që bëj unë, po bëni si them unë. Apo bëni që them unë, e mos bëni se që bëj unë. Me ty po bërë një përjashtim. Vishu si të duash, me apo ka kanatiere, ver apo jo syze, mbaj apo jo mjekre mustaqe, nuk ka rëndësi për mua. Por, me këtë rast ju jap mesazh edhe gjithë intervistuesve të tjerë, të radio, televizionit, të medias, të portaleve, podcasteve që duan të bëjnë intervistë me mua, të vishen si të duan. Edhe veshur, edhe zhveshur. Nuk e kam më problem. Video që bëre ti u bë mësim për mua dhe nuk do përsëritet më. Të kërkoj të falur 100 herë. Era e parë që kërkoj të falur në jetën time. As gruas time nuk i kam kërkuar të falur. Edhe kur kam gabuar, në gatime, në biseda, në shërbime të ndryshme, për pushime ku shkojmë e tjera. Edhe unë u bëra gati për intervistën. Ha, i thash, më thuaj, ma ndërpreu në mes, çfarë të them, tha, po presa pyetjet e tua. I bëra unë ato, i thash, i stërthash në një video tjetër, të gjitha dhe pyetje tëra, tash je gati të përgjigjesh që mos harxojmë kohën pyetje-përgjigje. Po përgjigjen ato që të thash, jemi në rregull, e mbyllim emisionin, edhe nuk e mërzitim edhe shikuesin. Si çfarë the? Si çfarë thash? Harove, ajo rufeja në qëllë të kaltër, e tjera çfarë fola. Çfarë rufe, bre mundi? Je në vete çfarë po thua. Ti fole, tha, atëre, për veshjen, që ishe me kanatiere, më kundërvure mua dhe the që vishesh gjysmë oksidental, gjysmë oriental. Më tej, one. Oho. Ato të tjera të as si pash, as si dëgjova dhe kam arsye, as i dëgjonja, po arsye as të përgjigjem për ato. Rëndësi ka paraqitja. Dhe unë tash jam bërë më liberal se ty. Ti me kanatiere, unë pa kanatiere. Ti pa kanatiere, unë pa të tjera. Më kujton, Të kujtohet? E thash edhe në popull. Kur kam dalë unë gollomesh, juve si ishte lindur akoma. Do me thënë nuk e ndërmend përgjigjesh, jo rufeja në qëllë të kaltër, jo flamingot, protesta, ajo thënja dorë hiqu, mbush mirë mondi më tha. Unë mirë mbush, po ti? Jo. Asaj thënje të protestuzve, Rama dorë hiqu, ose në shumë si thonë dorë hiquni, unë jam përgjigjur. Si? Edhe gëzova unë e këtë në dorëheqjen, apo do ta japsh tash, do ta deklarosh këtu në mua e të mbajmë mend. Po jo, prit. Vetëm dorë hiquni. Unë kam thënien time, kërkesën time ndaj tyre. Këmbëhiqu, ose në shumës, këmbëhiquni. Janë gjymtyrët e trupit,
që të ketë dorëheqje, duhet të ketë këmbëheqje. Këmbëhequni ju o protestus, pastaj shohim e bëjmë për dorëheqjen. Pa këmbëheqje, nuk ka dorëheqje. Ja, hiqe duart, si të duash. Po s'lëvizën këmbët, nuk lëvizit edhe duart. Vepro sa të duash me duart, mëndo. Këmbët janë kryesorja. Dorëhiquni ju protestus, pastaj shohim e bëjmë për dorëheqjen time. Kjo është përgjigja zoti Rama. Kjo e para, e fundit dhe e pas fundit. Dhe ke për të parë, mundi. Unë do dorëhiqem me njerëz sa të këmbëhiqen ata, protestuesët. Si do dorëhiqesh? Po vetë tiu, po dorëhiqen ata, po këmbëhoqen ata. Më falë se më shbërë mendja dhalla, mundi, vërdallë, më shbërë bozë, më shbërë mendja. Dorëhiqu, këmbëhiqu, nga që po e përsërisja disa herë. Dinja para pasyrës e thesha si t'ja u them, e bënja si ata aktorit që thonë ato fjalët bra, që mos gabojnë. Mos i thoni inverse fjalët. Këmbëhiquni ju, pastaj vjen dorëheqja ime. Vjen vetvetiu, edhe pa u dorëhequr, i dorëhequr quhem. Se do këmbëhiqen ata. Ai kupton thelbin e filozofisë sime. Kush e kupton, bravo i qoftë. Do isë përpara. Kush nuk e kupton, atje i qoftë. Atje ju qoftë dhe atyre që nuk do këmbëhiqen. Në një kohë, s'ka për të ndodhur. Dorëheqje më parë, apo dorëheqje dhe këmbëheqje në të njëjtën kohë. Jo, këmbëhiquni ju dhe do dorëhiqem unë. Nuk kam kohë, më mundi se kam takime të tjera me ata manekinët, si që quajt e ti, ta themi midis nesh, ashtu janë brenda pësese të parlamentit, të grupit tim parlamentar. Varja mane, mendin e kam me ata të tjerët unë, ndërkombëtarët. Edhe ata i luajnë në tepsi. Dakor të mondo, kështu më tha. Edhe nuk vazhdoi. Ty përgjigjesh e pyetjeve që bëra kur u vesha. Ama mesazhin e dha. Ju, që ja keni marrë dorë në intervistave, vishuni si të doni. Rama ju pret. Der sa të ndodhë këmbëheqja, që ai pasaj të shpalë tek ju dorëheqjen në kalendat greke. Ciao.